E dashtën Nesa, nuk është hiq e lehtë për mu me ta shkru këtë letër, ashtu siç nuk do jetë as për ty me lexu. Gjatë ditëve që nuk kemi qenë bashk në ferm, kam pas mundësinë për të menduar për herë të parë në mënyrë të shkputur mbi ne të dy. Jam i bindur që ka qenë një lloj edhe për ty aty jashtë. Fakti është që nuk besoj që historia jon mund të ketë një të ardhme, nuk kam ndjer atë mungesë dhe nuk të kam menduar ashtu siç e pritja. Fatkeqësisht kam ndjer një sens lirie. Plus faktit që disniveli i ndjesisë që ti ke pas për mua dhe unë për ty më është bërë edhe më i qartë gjatë këtyre ditëve largësi. Kisha pas shumë dëshirë që kur të dal nga këtu, që kur të dal nga këtu të kemi mundësinë të takohemi dhe të flasim ballë për ballë për gjithçka, ashtu si gjithmonë kemi bërë të ferma. Më fal, se ndoshta kjo nuk është mënyra më e drejtë, por është mënyra më e vërtetë për të shkruar atë që unë ndjej në marrëdhënien me ty. Gjithmonë kam dashur të jemi sinqert me ty dhe më fal prapë për sinqeritetin tim në këto momente që po të shkruaj. Në këto momente e kuptoj që unë nuk jam i duhuri për ty dhe që ti meriton dikë që të do ashtu siç ti më do mua. Unë e dua shumë vajzën që ti je. Indri.